Tregjet e fruta e perimeve në kryeqytet pas festave të fundvitit regjistrojnë një rënje të ulët të interesit për blerje. Pas shpenzimeve të bëra për tryezën e festës së ndërimit të viteve, qytetarët ende nuk kanë filluar me blerjet e përditshme. Të pyetur nga Radio Televizioni Ora News, tregtarët pranojnë se çmimet janë po ato të fundvitit të 2012-s. Ndërkohë nga ana tjetër u shprehen se prodhimet po u ngelen pa u shitur. Çmimet pas festës siç kanë që nuk kanë një ndryshim. Çmimet e vijnë nga jashtë. Nuk janë shumë prodhimet tona, janë shumë pak. Njësoj janë çmimet. Ka një ndryshim? Asnjë ndryshim nuk ka. Ulje, ato janë çmimet që kanë qenë, ato janë. Lirë janë gjërat, po njerëzit nuk blenë se s'kanë blerë. Tani ka pasur blerjen pas festave? Shumë dobët. Pas vitit të ri, çmimet janë ngritur dhe ka rënë fuqia blerës. Çmimet nisoj, si para vitit të ri, si mas vitit të ri, po s'kan lekë rob tani që i kanë shpenzuar për vit të ri. Edhe s'kan. Blerje ka patur? Shumë dobët, jashtëzakonisht dobët. Mas vitit të ri, tani 2-3 ditë kam që kanë dalë shumë pak. Çmimet janë, siç ka qenë para festës, edhe tash. Njësoj. Ka patur një ndryshim? Ja. Po blerje ka patur pas festës? Fare më çfarë blerje, s'ka patur para vitit të ri të ketë tash. Ku ka? Përballë mungesës së blerjeve, tregjet e kryeqytetit duken ende si të përgjumura, ku kostoja e kësaj situate shkon kryesisht tek prodhimet e vendit, por dhe të importit. Prodhime që mbeten soshe duke sjellë një kohësisht edhe humbje ekonomike për vetë tregtarët.